blokada aktualisht kur po flasim. Përshëndetje për juve në studio dhe për të gjithë shikuesit e Klan Kosovës, si që the t'i vullnet, ne po lajmërojmë këto nga hyrja e Prishtines, më saktësisht nga fushë Kosova, dhe siç mund të shihet realisht tash ka përfunduar protesta, pra protesta ka përfunduar fiks në orën 12 dhe ishte një protest e qetë pavarësisht faktit fillimisht protestuesit, punëtorët e prodhuesve vendor dhe e bizneseve Made in Kosova erdhën këtu dhe protestuan, fillimisht e bllokuan vetëm një kursi të rrugës, mirë po pastaj i bllokuan të gjitha kursit e rrugës për shka u dasht edhe dakordimi me policinë e Kosovës, nga ku u tha që duhet ta zbatojnë marrëveshjen plot që ta bllokojnë vetëm një kursi dhe jo të gjitha kursit. Në atë moment kur u bllokuan të gjitha kursit, sigurisht u kollapsua edhe trafiku që i të gjithë veturave që vinin nga fushë Kosova në drejtim të kryeqytetit. Mirë po pas disa minutave me dakordancë siç e theka me pjesëtarët e policisë të Kosovës, u morën vesh në një farë mënyre dhe i lëshuan dy kursit e tjera, domethënë për të vazhduar, ndërsa pjesa tjetër e rrugës mbeti e bllokuar jo vetëm nga punëtorët, por edhe nga kamionët të cilët i kishin vendosur në skaj të rrugëve. Përveç kësaj ne patëm sigurisht mundësinë të bisedojmë edhe me përfaqësues të bizneseve, nga ku i shprehen pakënaqësitë e tyre në lidhje me kalimin në treg të hapur, që po ashtu patëm mundësi të bisedojmë edhe me punëtorët të cilët rrezikohen, pra si në u rrezikohet vendi i tyre i punës dhe në rast se u rrezikohet vendi i punës, pra mbesin pa të ardhura dhe sigurisht që kjo ndikon edhe në ekonomitë familjare të tyre. Kur të ceka përfaqësuesit e bizneseve, ata thanë që domethënë në bazë të ofertave që i ka dhënë kosti, nga 40 euro për megavat, shumica e bizneseve të cilat një pjesë e tyre i paguajnë 40 euro për megavat, ata do të duhet që të paguajnë diku 250 euro për megavat, dhe sigurisht kjo do t'i dëmtonte te mase dhe si shtalen shumica prej tyre do të duhet të falimentojnë, pra t'ja vendosin dryrin bizneseve të tyre. Të gjitha këto që ndodhen këtu në protestën, në hyrje të Prishtines nga ana e fushë Kosovës, shikuesit e Klan Kosovës do të mund të informohen përmes një kronike më të zgjeruar në edicionin e lajmeve në orën 20. Patjetër, Gremista, faleminderit shumë për këtë paraqitje.